Suksesi i kësaj shfaqje lidhet kryesisht me faktin që padyshim ka elementin e vet komik, ka elementin e vet solistik që është Besi. Eksperjenca e tij e gjatë në skenë realizon një performancë spektakolare në marrëdhënie me publikun. Por një nga çelësat e suksesit është gjithashtu dhe përmbajtja e saj, sepse nuk është thjesht humor për humor, por është humor i cili përcjell një mesazh, e shef shoqërinë shqiptare në sy, me veset e saj, me të këqijat e saj dhe në një kuptim publiku gjen aty atë të ndëshkuar ato vese për të cilat është i vetëdijshëm, të cilat i shet çdo ditë në çdo cep, në çdo rrugë, në çdo semafor, në çdo familje shqiptare. Faleminderit ju që keni ardhur shfaqja ime para se skifterave. Për kish nasit më falje ase nuk jam kështu, nuk jam vetvete ase fakt është hera parë mjetime që hyj kaptera. Ana i qërës më salve e e në kajë drita rash. Me mu më sirve, o jam skifter, me profesion, hajduk, e me hopit talavat. Që se do, kjo hajduk, si vjetor, hajduk. Që e poni ju, si që ka mërë hajduk, që ju shegim ju. Ja ti jap një ras jetë një botë gjithë. Leqojt në njërin në thotë qose, ku ka sjetë të rashi, keni dalë për i në kare, e që keni skrapë shetë të jetë, që pona në hajduk. Që mund të bove të robi mlash. I dhe mlash, u rritë mlash, që mund të bove, se më strinda mlush një orë. Të shtatën mlash u hapën si të e, po të vjetë shtë gjo, vetëm bibliotekës qytetit që japi kush Jam shumë i kënaqur me jo vetëm me performancën e Besit, por një nga elementet më të rëndësishëm të saj është depërtimi që ka pasur në publik. Mosha mesatare e publikut është 20-25 vjeç, gjë që na gëzon shumë. Kjo tregon që në Shqipëri po rritet një brez i cili konsumon humorin e mirë, i cili preferon të dalë nga shtëpia, mos shohë vetëm televizor, preferon të vijë dhe të shohë teatr të vërtet, teatr që flet për të vërtetat e një shoqërie në tranzicion. Padyshim përveç shfaqjeve në Tiranë, të cilat kanë qenë të shumta me sallën plot, ne dëshirojmë bëjmë një turne në gjithë Shqipërinë dhe pastaj të tentojmë të bëjmë një turne në Kosovë dhe në Maqedoni, ku jemi të pirpritur sipas informacioneve që kemi, por e shohim edhe si një mënyrë për të komunikuar me publikun ton drejt për drejt, jo vetëm në mjet televizion. Erdhën shumat e gjatë. Më thanë, do ta mori me vete Milano, thanë, për mua. Shqip, thanë se të shoh botë me thëj. Milano do bëhet Europë të thënë. Por roshë thash, a je për ne me një të keshje? Tha, almanë në zemë, tha se nesër do shkaj ki ginekologu, tha, e në nga thonë ginekologu, mos me po zionja i afre. Normal, që se nësuna në genone që ti bëjmë gjohë tjetërës, kur të nesër do shkaj ki ginekologu. E në këthema për atë tjetër. Mas ja 5 minuta shta, kore prita roshi, ti ke dentisti, s'ke për shku nesër.